Procesi numërimi dhe vlerësimit të votave nga jashtë për kandidatët e votimit preferencial në listë hapur ka përfunduar për qarkun e Gjirokastrës. Kandidatët e Partisë Socialiste kryesojnë edhe në këtë proces. I pari në listë me më shumë vota është Tërmet Peçi me 1881, i ndjekur nga Piro Dhima me 1562, Anila Dimitri me 898 dhe Shqyqyri Hysi me 391 vota, ndërkohë që nga Partia Demokratike kryeson Alma Kore me 318, Arben Ristani me 270, Bajram Hysa me 125 dhe Mariklen Dervishi me 86 vota. Në rang qarku në Gjirokastër, Tërmet Peçi rezulton kandidati më i votuar në listën e hapur të Partisë Socialiste, duke siguruar bashkë me votat e diasporës 11.349 vota. I dyti renditet Piro Dhima me 8.464 vota. E treta është renditur Anila Dimitri me 4.190 dhe në vend të fundit të Shqyqyri Hysi me 2.762 vota. Në listën e hapur të Partisë Demokratike renditja është kjo: Alma Kore 3.887, Arben Ristani 3.151, Mariklen Dervishi 2.087 dhe Bajram Hysa 1.624. Vota e diasporës nuk solli ndryshime në rezultatin e qarkut Gjirokastër, por ruajti rezultatin e shpallur me votën e banorëve të qarkut. Përfundimisht, mes 140 deputetëve të Parlamentit Shqiptar, qarku i Gjirokastrës do të përfaqësohet nga Mirela Kumbaro, Tërmet Peçi, Piro Dhima nga Partia Socialiste dhe Tritan Shehu nga Partia Demokratike. Në qarkun e Gjirokastrës në datën 11 maj u votua për të zgjedhur drejtuesit e rinj të Parlamentit Shqiptar. Në listat e votimeve ishin të regjistruar 114.399, nga të cilët votuan 40.779 zgjedhës në 198 qendra votimi, ndërsa nga diaspora të regjistruar në platformën PER rezultuan 8.486, nga të cilët votuan 6.926. Në rezultatin final në qarkun e Gjirokastrës, bashkë me votat e diasporës të numëruara tashmë, kemi 29.685 vota për Partinë Socialiste dhe 12.499 për Partinë Demokratike, ndërsa si forcë e tretë renditet koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 1.869 vota. I gjithë procesi zgjedhor në qarkun e Gjirokastrës kaloi qetë dhe pa incidente, duke treguar edhe një herë qytetarinë dhe kulturën që përcjell qarku i Gjirokastrës.